Përshëndetje të mirët e mi, po vazhdoj me shenjat e tjera që kemi peshoren dhe akrepin. Peshore, të uron në netarua një muaj të mbar, një muaj plot surpriza dhe plot gjëra të bukura, sepse paka shumë të kanë ardhur letra të bukura në fakt, dhe shikoj që paka shumë a ke kthyer kurizin disa personave. Letra e parë është mbreti i kupës, më falni, mbreti i kupës më tregon që ka një zemër të madhe, një kujdeset, është i sinqertë dhe ky është mjaft një person i guximshëm dhe i hapur. Këtë moment personi na ka rënë në mendime dhe shikoj që mbrapa tij është një anije që mundëson praninë e tij, por nuk dëshiron ta shfrytëzojë këtë moment ose një shans që ka këtë moment. Me sa shikoj peshoret, disa peshore mund të jenë duke pritur një person nga e shkuara dhe shikoj që peshores po i vjen një shans i dytë në jetë. Dhe ky person na tregon që është i hapur dhe është ulur në atë fronin e tij, ndihet rehat për momentin dhe është koha që ai të hapë prapë zemrën e tij dhe pse dashuria ja vlen, më thot, të rrezikoj dhe këtë herë me këtë person. Mbreti këtu kupës këtë moment përfaqëson një mashkull të fortë me emocione dhe të sjellshëm, por nuk është i prirë ndaj humorit këtë moment, sapo të thyet se ishte thyer një zemra. Dhe me sa shikoj ky person tregon që ti këtë moment është të thyer zemra nga ky person dhe ti kërkon të luftosh për të afruar përsëri këtë njeri, këtë femër apo mashkull, qoftë personi që ke përballë. Nganjëherë peshore ti i thua dhe më fal këtij personi kur nuk ke faj. Por unë do të thosha që trajtoj problemet me zemër. Pavarësisht se je një person i sjellshëm, mos i injoroni gjërat që keni, sepse kjo letër më tregon që si mund të veprosh me këtë person. Një këshill nga netarua do të thosha që të hec me zemër, okay? Hec me zemër, përse po ta them këtë, se mbreti i kupës më tregon dhe ky person të tregon që sepse është një letër shumë e bukur, është një letër që kërkon vetëm ëngjit e dashurisë, kërkon një lexim më me detaje, por në mbrapa të ka ardhur dhe letra e botës që të tregon dashuria është e pastër edhe e pakushtuzuar, por me sa shikoj ndonjëherë tregon hapur zemrën e atij personi. Është një periudhë dashurie për të gjitha shenjat, jo vetëm për ju, por dashuria është e pastër sepse ka aftësi të jetë e tillë, sepse është person i tillë. Shikoj që këtë moment ai person është në një moment jo fort të mirë në jetën e tij, por dhe ti gjithashtu. Dhe shikoj që je duke u lidhur me universin. Shikon? Je duke u lidhur me universin dhe kemi hënën e plotë këtë muaj dhe kjo hënë e plotë më tregon që është ndjenjë shumë e fortë në lidhje nga ana shpirtërore e tij me universin. Kjo të tregon që po je duke përparuar disa gjëra dhe kjo letër më tregon që gjithashtu ti ke mundësi të tjera në jetën tënde, pavarësisht se nuk do që ti shfrytëzosh këto. Është një mundësi që dhe një pasion që më tregon këtë moment me letrën e botës. Kjo letër më tregon që ti duhet të shikosh disa gjëra dhe janë duke u shfaqur në jetën tënde disa sinjale apo disa probleme apo disa gjëra që të tregojnë ty që ti ke një fillim të ri në jetë, po ti nuk e pranon këtë fillim sepse je duke pritur këtë personin tjetër. Do vi një moment që do t'ja kthesh kurizin gjithçkaje dhe do vazhdosh të ecësh drejt rrugës tënde, sepse ëngjëjt e dashurisë të detyrojnë ty, ti thua ku ka dashuri. Unë nataro ku është dashuria vërtet, por je ti ajo që duhet ta zgjedhësh rrugën tënde. Dhe këtu shikojmë që këtë muaj ke shanse të mira dhe jemi në datën 2 mos gaboj sot, deri në datën 29 ke kohë për të menduar më shumë për të dalë nga ajo ku je ti këtë moment. Ëngjëjt e dashurisë me këtë letër të tregojnë që është një periudhë e pasur dhe e bukur dashurie, ku dashuria e vërtet do të hyjë në jetën tënde, por kjo nuk është vetëm për ty, por është për të gjitha shenjat. Pse arrita ta them këtu, sepse kjo është energjia. Njerëzit, zemra ime, dhe vetë ne kemi ndryshuar që nga momenti i Covidit. Ne kemi harruar të dashurojmë. Ajo mbyllja brenda na largoi nga njerëzimi, na largoi nga dashuria, na largoi nga njerëzit e dashur, na largoi nga njerëzit që na jepnin për kujdese apo jepnim atë që ne shikojmë më shumë gjëra të tjera tani dhe kemi ndryshuar në të vërtetë dhe ne jemi duke kaluar një periudhë që nuk është ajo ngrohtësia shpirtërore, vlen për të dyja gjinit dhe për të gjitha shenjat kjo letër.
Por gjithashtu shikoj që ne kërkojmë atë ngrohtësinë shpirtërore ndaj një lidhje, të krijojmë një marrëdhënie, të krijojmë një lidhje të fortë, një lidhje të thellë, një lidhje që ne duam ta bëjmë. Kjo letër më tregon që a ja vlen të kesh një domethënë a ja vlen të kesh një lidhje të thellë të duan, por ti ke ngelur në vitin 2019, tek ai bllokimi që të kanë bllokuar të tjerët, në ajo aktualisht shikoj që edhe je duke menduar. Okay? Për mua këshillat për ty është dashuria që po kalon, është ndoshta një lidhje që do të jap shumë fuqi në të ardhmen tënde. Është një dashuri e re për shenjën e peshores dhe një udhëtim në të ardhmen tënde. Ishim për ty peshore, vem tek shenja tjetër tek akrepi. 9 shkopintë. Nëntë shkopintë. Okej, 9 shkopintë më tregojnë që je i raskapitur, akrep, të shikoj fizikisht, mendrisht, po qëllimi tënd është në horizont. Diçka është në botë, edhe me sa shikojmë këtu, je duke kaluar një moment jo fort të mirë dhe ke një intuit shumë të fortë dhe je u dhe hequr nga universit në rrjedhën e universit. Kristalet shkëlqejnë me jeshile dhe shikoj që je duke u përshtatur edhe ti në dritën e jeshiles që ke në duart e tua, por të duhet shumë forcë. Duhet të bashkangjitësh mendimet e tua me kërkimet e tua. Mos u dorëzo tani, sepse je në afër fundit të dhimbjes tënde, të problemit tënd dhe duhet të vazhdosh ëndrat e tua sepse je duke i manifestuar këto ëndra. Dhe me sa shikojmë këtu është një diçka shumë e bukur që ty të duhet të meditosh dhe të gjesh pasionin tënd që kishe pasur që në fillim. E di që është një udhëtim i vështirë për ty, akrep, por mbaj mend sepse e nise këtë projekt, pse e nise këtë aventurë. Çdo aventurë ka diçka të re në jetën tënde, por ja afër finishit dhe me sa shikoj këtu është një letër shumë që ti të arrish qëllimet e tua, sepse shpesh kjo letër më tregon arritjet e një cikli të plot, sepse e shikoj që kërkon të plotësohesh, por gjithashtu shikoj që je në një moment jo fort të mirë shpirtëror. Duhet ta mbyllësh këtë fazë, me sa shikoj dhe është shpeshherë kjo është një arritje nga ana jote, është një arritje plotë që më tregon do të arrish një nivel tjetër në të ardhmen dhe duhet të jesh i vetëdijshëm dhe të kuptosh disa gjëra. Dhe letra e angjëllit të dashurisë që ti shikoj në jetën tënde kërkon një dashuri, kërkon të shikoj që ti këtë moment je duke kërkuar një rritje shpirtërore. Angjëlli i dashurisë më tregon përmirësime dhe kërkon përmirësime dhe universi kërkon që është një periudhë që po të afrohet, është një periudhë që ti kërkon dashuri dhe një periudhë ngrohtë të pozitive që më tregon dashuria është e pastër dhe kjo pastërti të bën ty më të sinqertë dhe më të ndershëm ndaj vetes tënde, po ndaj të tjerëve. Ke harmoni dhe shikoj që kjo harmoni do të bashkojë diçka rreth teje, ana personale, ana profesionale, por dhe harmonia që ti kërkon në jetën tënde. Ti jesh në vendin tënd, është diçka që të bën të balancosh dashurinë dhe gjërat që ti kërkon. Ti kërkon të kesh një lidhje me të tjerët, por dhe me Zotin. Zoti këtë moment të tregon që dhe po ta shikojmë je afër, ti je duke marr pak nga letra e botës, jeni dy energji shumë të forta dhe po merr pak energjinë e shenjës së peshores këtë moment dhe kjo të tregon një simbol shumë të fortë që jeni të dyja si shenja në fakt duke përfunduar një cikël, është një mbyllje që të bën të hapësh një hap të ri në jetën tënde ose të hedhësh një hap të ri në jetën tënde. Me sa shikoj këtu është një fazë e një marrëdhënie që ti duhet ta përmirësosh këtë gjë dhe hapja zemrën tënde një personi që ty të do. Hapja zemrën dhe trego me mënyrën e komunikimit se çfarë ndjen ti për atë person, sepse dashuria është mjeti i shërimit. Angjëlli i dashurisë më tregon dhe sugjeron që dashuria është një mjet i fuqishëm dhe një dritë i shpëtimit emocional dhe shpirtëror. Me sa shikoj për ty shenjë e akrepit, të shikoj që e kaluara jote ka shumë brenga në dashuri, por tani ka ardhur momenti të kesh një dashuri të qëndrueshme për veten tënde dhe pastaj për të tjerët, një udhëzues shpirtëror që shikojnë në dashuri dhe kjo është një forcë në dashuri që të bën ty të ndihesh e bukur, të ndihesh e pasur, të flasësh për periudhat që ti ke kaluar dhe të ndryshosh jetën tënde.
Me sa shikoj ke një lidhje këtë moment që do t'jap pak ngrohtësi shpirtërore, por dhe dashuria që ti ke kërkuar